6 persona po hetohen për rastin e kamionit me marihuan nga Maqedonia e Veriut i kapur nga policia serbe në fund të janarit 2026 në Serbi. Hetimi bazohet në dokumente nga Ministria e Brendshme dhe nga zyra e prokurorit publik për krimin e organizuar të Serbisë, të dyshuarit së bashku me personat e tjerë. Nga prokuroria thanë se të dyshuarit së bashku me personat të tjerë ende të pa identifikuar në një periudhë nga viti 2025 deri në fund të janarit 2026, dyshohet se janë organizuar për shitje dhe shpërndarje të kokainës dhe marihuanës, 2 nga të dyshuarit së bashku dhe me marrëveshje paraprake me të dyshuarin e parë në këtë rast, i cili është pronari një personi juridik nga Shkupi, si dhe me personat të tjerë të pa identifikuar, organizuan blerjen e drogës narkotike marihuanë dhe transportimin e saj të shumë fisht nga Maqedonia e Veriut në Republikën e Serbisë me automjete mallrash me qëllim shitjen e mëtejshme. Në dhjetor 2025, i dyshuari i parë u dha udhëzime punjonësve të tij që të paketonin gjithsej 8.832 kg lule kanabisi të tharë të blerë më parë nga një person juridik në Strumicë. Gjatë një periudhe prej rreth 2 javësh, punonësit paketuan mbi 200 kuti, pas së cilës i dyshuari i parë u dha atyre një leje kolektive. Më 13 janar 2026, në mesditë, 2 bashkëpunëtorët organizuan transportimin e një sasie më të madhe lule kanabisi të tharë, me automjete, mallrash dhe pasagjerësh nga objekti i personit juridik në Shkupën në një vend në zonën e Sveti Nikollës. Nga prokuroria kanë sqaruar aktivitetin e mëtejmë të personave të dyshuar, me çka theksojnë se 5 të dyshuarit pasi transferuan mallra nga një kamion me rimorkio në një tjetër, më pas në Sveti Nikola automjeti u ngarkua me kuti me lule të thata kanabisi. Ata së bashku me 3 të dyshuar të tjerë u nisën drejt pikës kufitare Tabanoc dhe u larguan nga vendi. Ndërkaq më 14 janar 2026 në orën 3:41, kamioni doli nga autostrada drejt fshatit Konjuh, ku në një objekt të një personi juridik nga Krushevci u shkarkuan kutit me marihuan. Prokurori publik vlerësoi se nuk kishte mas tjetër për sigurimin e pranisë të dyshuarve dhe propozoi paraburgim 30 ditor për 2 prej tyre, të cilin e miratoi gjykatësi i procedurës paraprake në gjykatën themelore penale në Shkup.